Nënshkrimet e deputetëve të opozitës janë dhënë përpara kualifikimit të kandidatëve nga Komisioni i Ligjeve, pavarësisht se kur kandidatët vetë i kanë depozituar në kuvend dhe një pjesë e tyre i kanë përdorur në kundërshtim me ligjin si propozim për votim, gjë që nuk është e vërtetë në klapa, në kuptim të nenit 9 të ligjit për avokatën e popullit. Pas vendimit Komisionit të Ligjeve, që është njoftuar zyrtarisht grupeve parlamentare, që një deputet mbështet vetëm një kandidat sipas ligjit, deputetët e opozitës kanë tërhequr gjitha nënshkrimet e dhëna paraprakisht dhe kanë propozuar ndërtimin e një procesi transparent për zgjedhje mazhorancë opozit. Mbetemi në pritet përgjigjes institucionale kryetarit kuvendit për proceduar votimi. Tani, sa Korja se ti je gazetar, ju jeni gazetar gjithë vjetër. Kur është bërë ky njoftim? Sot. Kur ka mbaruar afati depozitimi? Pra unë ju pyeta, a mund t'i tërheq firmat? Tërheq dot. Dhe kush është qëndrimi i kryetarit të vlerësimin tim sipas vlerësimit? Në vlerësimin. E para është janë qesharak. Nëse dikush ka keq përdorur firmat e tyre, ta kallëzoj penalisht.